Në Shëngjin ka nisur aksioni për lirimin e hapësirave publike në Bregdet pas konstatimit të shkeljeve nga disa operator privat, të cilët kishin vendosur shezlong dhe çadra jashtë kritereve të përcaktuara për stacionet e plazhit. Fillimisht inspektorët kanë ndërhyrë në plazhin e Ranës së Hedhun, ku janë hequr çadra dhe shezlong. Nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Fatjon Zefi, thotë se vija bregdetare do të monitorohet përgjatë gjithë sezonit veror, ndërsa paralajmëroi masa të rrepta për çdo shkelje të konstatuar. Po procedojmë me masa administrative ndaj këtyre subjekteve që kanë vendosur shezllone, çadra. Jemi në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe besoj se brenda javës ky fenomen do të zhduket plotësisht në gjithë Bregdetin e Shëngjinit të Tales. Shpresoj të mos arrijmë deri në ato masa që të arrijmë me sekuestro. Gjithsesi ne jemi nga dishmëri, bashkëpunimin e kemi gjitha strukturave dhe jemi ditë për ditë në monitorim deri me datën 1 shtator. Nga autoritetet vendore janë miratuar vetëm 50 stacione plazhi në të gjithë vijën bregdetare të Shëngjinit, të gjitha në pronësi të hoteleve, një numër që është 3 fish më i ulët se vitin e kaluar, kur menaxhimi i plazheve ishte i shpërndarë në mënyrë më të gjerë tek operatorët privat.